Ditësh për ditësh. Engjëlli ju shfaq Marias dhe Jozefit. Një ditë Maria po bënte punë të shtëpisë, po lante, po pastronte, po bënte lakror. Engjëlli Gabriel Marias i tha që ti të lindesh me bebe dhe ai do të jetë shpëtimtari i botës. Maria i tha faleminderit. Maria u gëzua shumë që do të kishte një fëmijë dhe ishte shumë e gëzuar që ajo do të lindte shpëtimtarin të gjithë botës, edhe u gëzua shumë, edhe Maria tha juhu. Dhe engjëlli Gabriel i erdhi në ëndër Jozefit. Ai tha se ti do lindesh një djalë dhe djali do të quhej Gabriel. Ju se ngatrova, Maria do lindte një djalë. Ju shfaq engjëlli Gabriel Jozefit dhe i tha Jozefit që mos ki frikë që t'ja marrësh Marien për grua. Unë mendoj se Jozefi e mori për grua Marien. Maria me Jozefi shkonë për të le. Maria me Jozefin shkonë në një hotel. Atyre i doli një burrë dhe i tha nuk ka vend. Maria dhe Jozefi i kaluan natën në një stallë. Kishte kafshë, qenë, mace, lopë. Dele, ashtu kana edhe lojë. Por atje nuk ishte vend i përshtatshëm për në stallë, që për një fëmijë. Po ata bërën si bërën prapë se lindën. Në kasht, në qell u shfaq yll shumë i madh. Engjëlli ju shfaq marinëve. Marinë boruanin pullat. Dele, dhi, lop, qap. Barinte u trembën dhe njëri bërtiti fort. Dhe ju tha që Maria dhe Jozefi kanë lindur një fëmijë të cilit quhet Jezus Krishti, shpëtimtari i botës. Barin tikën direkt në Jezusi. Dhe disa dietarë që studionin yjet, studiuan yllin e shpëtimtarit dhe thanë ja ku është ylli që e kemi pritur prej kohësh. Dietarët vetëm e arvo. Dietarët ishin të gjuar dhe studionin yjet. Dietarët ju vinin emra yjeve, si për shembull Arushe madhe, Arushe vogël e tjerë. Dietarët flisnin shumë, pse ishin shumë të zgjuar. Ata krijonin gjëra, robot, kapele dhe sporta. Erdhën këta mbretërit, doqën yllinë dhe i takuan Marian, Jozefin dhe Jezus Krishtin. Dhe mbretit i çuan dhurata që bebe si duhet. Raba. Blut, me barbat, e kuqit edhe blut. Një tjetër i çuan lodra, i çuan dhe qumësh. Qumësht edhe bebelinë dhe makinë. Ato i dhanë 3 dhurata dhe dhuratat që mendoj unë është batanie për të mbuluar, rroba për të veshur dhe këpucka dhe për të ngrënë, se rroba edhe për të ngrënë. Ata u gëzuan shumë që takuan Jezusin dhe edhe adhuruan atë.